bëhet fjalë për sekuestrimin e një prane private, kufizimin e një prane private. Mirë po, një normë e veçantë kushtetuese na kërkon që duhet ketë një vendim gjykate për të futur aty brenda. Jo mezi pres betejën tek e fundit në gjykatën kushtetuese. Në arsyeja ime të diskutoj me ju për një çështje të rëndësishme të natyrës penale, por edhe kushtetuese në të njëjtën kohë. Siç e thatë edhe ju, është pas një betejë të gjatë, le të themi rreth 2 vjeçare, në lidhje me këtë rast. E kam ngritur që në fillim të kundërshtimeve tona si palë mbrojtëse çështjen e ekzaminimit kundër kushtetues të telefonit të mbrojturit tim. Në fakt, në thelb, kjo ngërthen me vetvete të drejtën e privatësisë, një drejtë kushtetuese e pacënueshme. Fakti se kjo drejtë hyn në kuadrën e drejtave të ligjeve themelore, kuadrët e kapitullit 2 të Kushtetutës, cenimi ose kufizimi në këtë rast, kufizimi të cilës mund bëhet vetëm me vendim gjyqësor. Këtë nuk e them unë. Këtë e thot paragrafi 3 në 36 të Kushtetutës, sipas të cilit e drejta pacënueshmëria e privatësisë është garantuar edhe një jetë mund të kufizohet përkohësisht dhe atë vetëm me vendim gjyqësor. Ka qenë baza ose boshti i zhvillimit të kësaj betejë dhe kundërshtimit tonë tek e fundit në betejën tonë brenda sallës së gjyqit. Ndërsa nga anën tjetër, prokuroria ka pretenduar se një ekzaminim i tillë është bërë me vendim të gjyqësor, vendim të cilit i është referuar vendimit gjyqësor për urdhër kontroll të shtëpisë, të objekteve dhe të personit përkatës. Në fakt, urdhër kontrolli që është vërtet as vendimi i gjykatës nuk e përcakton urdhër kontrollin e personit, siç përcakton kodi, dhe kjo ka qenë një çështje tjetër. Pastaj, po sido që tjetë, gjykata ka vlerësuar se urdhër kontrolli i personit e konsumon, urdhër kontrolli i shtëpisë e konsumon edhe urdhër kontrollin e personit. Po sido që tjetë, derisa pretendimi i prokurorisë ishte në drejtimin se me faktin se ka një vendim gjykate për ta së pari arrestuar, ndaluar arrestuar e pastaj edhe për ta konfiskuar gjësandën në shtëpinë ose objektin përkatës të pandehurit, prokuroria ka pikpamjen se një vendim i tillë është i mjaftueshëm për të ndërmarrë veprimin e ekzaminimit telefonit. Mirë po, kjo çështje është fare e thjeshtë. Sekuestrimi i telefonit është mjet, telefoni është mjet. I njëjti është pronë private. Nëse pas ka pas vendim gjyqësor në rastin konkret për sekuestrim të telefonit, bëhet fjalë për sekuestrimin e një prane private, kufizimin e një prane private. Mirë po, një normë e veçantë kushtetuese na kërkon që duhet ketë një vendim gjykate për të futur aty brenda, për të cënuar ose kufizuar privatësinë e personit. Unë këtë çështje të dytën e kam ngritur. Nuk e kam kontestuar faktin që telefoni është marrë me vendim gjykate. Paçka se në kundërshtimet e mia dhe sot e kësaj dite qëndroj se ky urdhër kontrolli është bërë dhe pas afatit që ka vendosur gjykata, por kjo është temë tjetër. Sidoqë tjetër, në rastin konkret është vendosur një standard i jashtëzakonshëm i mbrojtjes së lirive dhe drejtave të njeriut, sepse një person që sot e tutje duhet që arrestohet, ose mund të arrestohet, i ekspozohet një mundësi ndalimit të tillë përmes heqjes së përkohshme të lirisë, të njëjtin, jo vetëm se ja kanë marrë telefonin, por i kanë futur duar në thellë të drejtën e tij privatësisë. Sot telefoni nuk është vetëm një mjet komunikimi, nuk është një mesazh, një mundësi këmbimit mesazhe me njëri tjetrin. Është historia jonë, është jeta jonë, është familja jonë, janë emailat tonë, është puna jonë, është gjithë çfarë ne krijojmë dhe ndërtojmë çdo ditë. Prandaj, si nuk na çan ka drejt e privatësisë futja në telefon pa vendim gjykate? E si ti përgjigjemi Kushtetutës kur e thotë qartë se hyrja në cenimi ose kufizimi i përkohshëm i privatësisë kërkon vetëm vendim gjyqësor, ndërsa prokuroria me vendim të vetin të saj, pa vendim gjykate, e ka dërguar në ekzaminim telefonit të mbrojturit tim. Si rezultat, në rastin konkret, është aprovuar kërkesa jonë që prova e këtë rast telefoni dhe gjithçka ka derivuar prej tij të shpallë prove pa pranueshme. Por nuk e kuptojmë ne ankthin e prokurorisë. Ishte një ankthi i shprehur edhe në fjalën përfundimtare dje. Në vend se t'i gëzohemi zbatimit të Kushtetutës dhe promovimit të një standardi mbrojtës të drejtave dhe lirive të njeriut, ankthi i prokurorisë ishte i pa kuptueshëm. Unë mund ta kuptoj pjesërisht faktin se e kanë frikën përpara vetes se reflektorët e përgjegjësisë mund të shkojnë nga personi X ose personi Y që ka bërë këtë shkelje kushtetuese. Por ne të flasim për standarde, se tek e fundit ky vendim është e para një vendim për një rast konkret, është vendim gjyqësor, i atakueshëm në nivel të gjykatës së apelit, pastaj në gjykatë supreme, dhe mezi pres betejën tek e fundit në gjykatën kushtetuese.
Duhet ta thotë për këtë rast fjalën e vetë edhe gjykata kushtetuese. Kjo e plotëson, e komplementon fitoren historike në vendosjen e këtij standardi. Unë mezi pres që ky rast të referohet edhe nga gjykata tek fund drejt për drejt në gjykatën kushtetuese pa pritur shterimin e mjeteve juridike. Edhe nëse nuk ankimohet në shkallë të tjera, për shembull në apel ose në kushtetuese, a mundet rasti juaj me u marrë si precedent për rastet e tjera? Pra nuk shkon në retro në rastet e kaluara, por në rastet e ardhshme, nëse një qytetar arrestohet, dërgohet në polici, i kërkohet çastja në telefon pa një urdhër të gjykatës, a mundet qytetari me kërkuar se avokati mbrojtës, pala mbrojtëse, pra me kërku prej prokurorit një urdhër të gjykatës, referuar rastit juaj? Tani sakt dhe drejt e thatë dhe ju, ky vendim nuk ka efekt retroaktiv. Por ky vendim në pikpamje të drejtësisë penale duhet të shërbejë si bazë për unifikimin e praktikës dhe standardizimin e praktikës gjyqësore, ashtu që një gjykat mos vendos këtë standard të aplikojë, një tjetër të aplikojë një standard tjetër, të pranoj provat nga një ekzamenim me vendim prokurori, e një gjykat tjetër të pranoj prova vetëm me ekzamenim të gjykatës. Kështu që besoj që kjo i takon më shumë Këshillit Gjyqësor, i cili ka përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore, përmes gjykatës supreme që të unifikojë ose të japë udhëzime juridike, që të unifikojë praktikën gjyqësore, që një herë mirë ky standard të aplikohet në të gjitha rastet, sepse tek ne precedenti nuk është i detyrueshëm. Pra, praktika gjyqësore tek ne është burim dytësor i së drejtës, por jo i detyrueshëm për gjykata. Mirë po, në funksion të ruajtjes së një standardi, i cili asgjë më shumë dhe asgjë më pak është standard kushtetues, duhet të shkojë në drejtim të unifikimit praktikës dhe kujdo ta shëtutje që mund të jetë subjekti procedurës penale, të mos i merret në mënyrë arbitrare, të mos i futën duar në privatësi, si një ndërhyrje arbitrare që zyra ose institucioni prokurorit të shtetit e ka bërë tashmë prej 25 vitesh. Kjo praktikë do të marrë fund, jo vetëm këtë rast, por në shumë raste të tjera dhe në çdo rast që e kanë gjykatat tona para vetes. Mirëpres konfirmimin e këtij vendimi në të gjitha instancat gjyqësore, duke përfshirë po e përsëris edhe në gjykatën kushtetuese, se vetëm në këtë mënyrë do të sigurohemi që po zbatohet një drejt kushtetuese, jo vetëm kushtetuese, por edhe një drejt e Konventës Evropiane të drejtave për të drejtat e lirit të njerëzit, e cila konvent përkatësisht praktika gjyqësore gjedenia sipas nënit 53 kushtetutës është detyrueshme për gjykatat dhe prokurorit. Pse nuk kanë bërë deri tash? Është përgjigje se më takon mua. Por ama tash tuti nuk të bëjmë asgjë më shumë dhe asgjë më pak, sa të sigurohemi që një normë aty të shkruar bukur në kushtetut të jepet jetë dhe funksionalitet, asgjë më shumë asgjë më pak.